Zakonisht kjo ndodh shpesh tek fëmijët të cilët je përmendë që kanë qenë të hospitalizuar, që kanë sëmundje të shpeshta, sëmundje kronike, për shkak se prindërit ndjejnë shumë dëmshuri se janë të smur, se kalojnë kohë në spital, se kanë dhimbje etj. Dhe prindit thonë, "Ok, mos t'ja prish qefin." Dhe kjo ndodh jo vetëm me kthyrjen e kufijve të rregullave të mirësjelljes, apo të respektit, por edhe të ushqyerjes. Po ta shikosh, i lejojnë të hanë gjëra të cilat janë tërësisht pashëndetshme, kundërta asaj që duhet bërë. Dhe kjo është për shkak se prindi e konsideron këtë formë gjuhë dashurie. Në fakt, çfarë duhet të ndodh është që të bëhet një bisedë e hapur me fëmijën, të pranohet përpara fëmijës, sepse nëse ai është në klasë të 4, fëmia dhe është 10 vjeç, arrin të kuptojë shumë mirë arsyetimin dhe logjikën e prindit. Pra, shumë jo çdo gjë, jo plani e të ardhmes, por gjërat që kanë të bëjnë me moshën dhe me sjelljen e vet. Dhe duhet shpalosur e vërteta, duhet bërë një bisedë e hapur që kjo situatë ka ardhur në këtë pikë, sepse ne kemi bërë si prindër 1, 2, 3, 4 gabime. Fillon me pranimin e fajit nga ana jonë si prindër, marrjen e përgjegjësive. Kështu i modelojmë fëmijës që ne gabojmë gjithashtu si të rritur, ne marrim përgjegjësi, kërkojnë ndjes për mënyrën e gabuar që të ka mësuar se si të sillesh, rregullat do ndryshojnë. Neve na ndodh vazhdimisht që edhe shteti ndryshon ligjet, ne s'na pëlqejnë. Okej, dole një vendim një ditë të bukur me diell apo me shi që do ndalohen monopatinat. S'ka më monopatina. Kishte protest, filluan njerëzit të ankohen, të zemrohen, kishte revolt, po nuk u anullua ai vendim. Pse? Sepse ai që qeveris, ai që është autoritet, nuk mund ta bëj qefin të gjithëve, sepse do mendoj për disa objektiva pak më afatgjata. Dhe prindi nuk mundet dot të dorëzohet përpara çdo kërkese të fëmijës, thjesht se po i lëndon për momentin ndjenjat dhe emocionet. Sepse disa parime jetësore janë më të rëndësishme se sa emocionet e momentit. Dhe vendosja këtyre kufive edhe kjo prishja e qefit sot mund të rezultojë nesër me shpëtim jete, sepse ti kupton që jo çdo gjë që dëshiron mund ta kesh. Jo çdo gjë që ty të pëlqen është e jotja. Duhet të respektosh kufijt dhe edhe këto kufin duhen mësuar të respektohen që në familje, me gjëra bazike të vogla. Dhe nëse nuk e sfidojmë fëmijët në vegjëli me gjëra praktike të përditshmërisë, aq më të vështirë